Top Channel publikoi dje një lajm në të cilin theksoi se gjykata e lartë ishte e përfshirë në një skandal. Një dokument i papublikuar për gjyqtarin Asim Vokshi, i zgjedhur nga KED si antar i gjykatës kushtetuese, rodhi si akuzë në media. Bazuar në raportim, ky dokument ishte mbajtur sekret, i ishte fshehur trupës së gjyqtarëve dhe në KED nuk ishte trajtuar në formën e duhur. Si qëndron e vërteta, janë dy kandidatë në garë, Naureda Allagami dhe Asim Vokshi. Gjykata e lartë zgjodhi këtë të dytin. A duhet të shkojë njëri apo tjetri në kushtetuese? Ne si redaksia e CNA-s nuk na intereson fare, por të mos thënë një fjalë edhe më të rëndë. Për të parë të vërtetën në sy, thelbi është një. Çfarë ka ndodhur realisht në gjykatën e lartë për të zgjedhur antarin e gjykatës kushtetuese? A ka pasur ndërhyrje nga të mbar e të prap? Si qëndron e vërteta? A ekziston një dokument? Në rast se ekziston dhe është sjell nga organet ligjzbatuese në një formë të dyshimt, apo ky institucion ligjzbatues është të keq përdorur nga individ të caktuar për të çuar situatën në këtë gjendje, atëherë kjo vlen edhe më shumë për të hetuar. Kush duhet të zgjidhet antari i gjykatës kushtetuese? Për ne si redaksi nuk ka rëndësi. Rëndësi ka procedura që është ndjekur. Sokol Sadushi mund ta ketë ndjekur procedurën rregullisht, por aty ekziston një dokument sepse edhe vetë Këshilli i Emërimeve në Drejtësi e pranon midis rreshtash. Askush nuk ka asgjë me gjyqtarin Asim Vokshi të shkojë në gjykatë kushtetuese sipas praktikave të rregullta ligjore, pa e penguar askush. Në rast se dikush tjetër me apo pa dashje ka krijuar intriga dhe situata me dokumente dhe informacione të rreme për ta goditur, kjo duhet hetuar deri në fund, dhe këtë duhet ta bëjë spaku për të zbardhur situatën. Në rast se Sokol Sadushi është sjell sipas rregullave me procedurën, të ngelet i nderuar dhe i respektuar si kryetari i gjykatës së lartë, por në rast se dokumenti është i rregullt, ekziston dhe janë kryer manipulime apo shmangje për të mos ulur pikët e një kandidati të caktuar, kjo flet jo pak. Thelbi i së gjithës është e vërteta, dhe e vërteta fillon e mbaron tek një procedurë transparente, jo tek sqarimet me cirqe fjalësh, të cilat nuk thonë gjë në fund, por thjesht dhe vetëm vazhdojnë e rrisin dyshimet. Për ne si CNA nuk ka rëndësi nëse shkon Asim Vokshi apo Naureda Allagami. Për ne ka rëndësi ekzistenca e dokumentit dhe pse nuk është trajtuar si duhet. Në rast se ky dokument ka skenar të tjerë nga pas, të hetohen skenarët dhe të dalë vërteta deri në fund. E në rast se Sokol Sadushi ka shkelur ligjin, ai duhet të jap dorëheqjen nga detyra si kryetari i gjykatës së lartë. E në të kundërt, në rast se ai vërtet pas ka qenë kaq transparent dhe etik, t'i hiqet kapelja. Por, me sa duket, kjo e fundit është me vrima.